Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, merrni një gjethe nga kjo bimë dhe do shpëtoni nga diabeti, zemra dhe kockat. Gjethet e dafinës përmbajnë një sër mineralesh dhe proteinash të cilat janë shumë të shëndetshme për organizmin ton. Kjo erës është përdorur edhe nga qytetërimet e lashta të cilat besonin se ajo përfaqësonte dituri, paqe dhe mbrojtje. Ja lista e përfitimeve që ka trupi ynë nga gjethet e dafinës. Trajton diabetin. Është zbuluar se gjethet e dafinës kanë një efekt kurues për diabetin e tipit 2, duke qenë se shkakton një ulje të nivelit të glukozës, kolesterolit dhe të trigliceridëve në gjak. Efektiv në tretje. Dafina ndihmon shumë edhe sistemin tretës sepse ajo përmban enzimat të cilat shpërbëjnë proteinat. Në rast se keni probleme me tretje, mjafton të merrni 5 gram gjethe dafin dhe pak xhenxhefil. I vendosni në 200 ml ujë dhe lëreni të zihej. Hiqeni enën nga zjarri kur aty të ketë mbetur 1/4 e sasisë fillestare të ujit. Masës mund t'i shtoni edhe mjalt. Këshillohet që të konsumohet 2 herë në ditë. Ajo shërben edhe për të hapur oreksin. E mirë për zemrën, lëndët ushqyese të cilat të gjenden te dafina sigurojnë një mbrojtje ndaj sëmundjeve kardiovaskulare. Në rast të një shqetësimi në zemër ose ndjenje ankthi, zgjeni 3 gram gjethe dafin dhe 3 deri në 4 gram trëndafil të egër në 300 ml ujë dhe prisni derisa në enë të mbetet 75 ml ujë. Kullojeni dhe më pas konsumojeni masën e përftuar. Trajton të ftohtin dhe infeksionet. Në rast problemesh me rrugët e frymëmarrjes, duhet që të zgjeni ujë dhe të shtoni 2 deri në 3 gjethe dafin. Lëreni të vlojnë për 10 minuta. Më pas, lagni një pecet në masën e krijuar dhe vendoseni në krahëror. Në rast të shtimash të shpeshta, këshillohet të konsumohet çaj i dafinës, i cili bëhet duke zirë disa gjethe dafin në 200 ml ujë dhe lihen të zgjenjë derisa në enë të mbetet 1/4 e sasisë fillestare. Kullojeni dhe konsumojeni çajin. Vaj i nxjerrë nga gjethet e dafinës ka veti antiinflamatore të cilat qetësojnë dhimbjet dhe ndrydhjet, tërheqjet muskulore, artritin, reumatizmën dhe dhimbje të tjera. Masazhimi i tëmthave me vajin e dafinës qetëson dhimbjet e shkaktuara nga migrena dhe dhimbjet e zakonshme të kokës. Gjithashtu përmirëson edhe qarkullimin tuaj të gjakut. Veti kundër sëmundjeve të këqija. Gjethet e dafinës përmbajnë acid kafeik, quercetin, eugenol, elementë të cilët kanë treguar të kenë veti mbrojtëse ndaj disa llojeve të sëmundjeve të këqija. Ato gjithashtu përmbajnë një fyt të ushqyes të quajtur parteneolit, i cili frenon shumimin dhe përhapjen e qelizave të këqija. Gjithashtu, gjethet e dafinës vijnë nga familja Laurus nobilis, vendlindja e së cilës është mesdheu. Kjo bimë hyjnore është e pasur me vitaminë C, vitaminë B dhe A. Kjo e fundit është një antioksidant natyral që njihet për vetit në mbrojtjen e shikimit, por edhe të mushkrive. Dafina dhe sistemi tretës. Gjethet e dafinës kanë një impakt të fortë në sistemin tuaj tretës si diuretik, që ul edhe nivelin e toksinave në trup dhe njëkohësisht reagon ndaj helmimeve ushqimore. Përmbajtjet organike të gjetjeve të dafinës gjithashtu ndihmojnë me tretjen dhe qetësojnë një stomak të trazuar dhe zorrët. Dafina dhe frymëmarrja. Vaji i dafinës mund të përdoret për të lyer krahërorin dhe për të ndihmuar në problemet me frymëmarrjen. Nëse ju nuk keni mundësi që të përdorni vaj, mjafton që të zgjeni ujë me dafin dhe të shfrytëzoni avullin i cili do t'ju lehtësojë dhe do të eliminojë të gjitha bakteret e rrezikshme të cilat të gjenden
në sistemin ton të frymëmarrjes, por kujdes sepse përdorimi i vajit të dafinës i ndalohet grave shtatzëna. Përmirëson shëndetin e flokëve. Nëse do që të përmirësosh shëndetin e flokëve dhe njëkohësisht të heqësh qafe zbogthin, atëherë mund të përdorni gjethe dafine. Lagi ato në ujë dhe fërko lëkurën e kokës pas larjes. Përbërësit e dafinës do të heqin në zbogthin dhe nga ana tjetër do të zbusin edhe lëkurën e thatë. Dafina ka efekt anti-inflamator. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është pikërisht se këto gjethe reduktojnë inflamacionin në organizëm. Gjethet kanë në përmbajtjen e tyre një element të njohur si partenoloid, që redukton irritimin në zona të caktuara të cilat munden të jenë prekur nga artriti. Dafina gjithashtu ndihmon në zemrën. Gjethet e dafinës kanë në përmbajtjen e tyre acidin i cili largon kolesterolin e keq nga sistemi kardiovaskular. Dy elementë të cilët i japin forcë zemrës janë acidi kafeik dhe rutin. Rutini forcon kapilarët e gjakut në zemër. Parandalon sëmundjet e këqija. Kombinimi i fuqishëm i antioksidantëve të cilët gjenden pikërisht tek dafina mbrojnë organizmin nga radikalet e lira të cilat shkaktojnë mutacion të qelizave të shëndetshme në të këqija. Këto përbërës parandalojnë një mutacion të tillë. Dafina gjithashtu ka një efekt lehtësues, çlirues dhe tepër qetësues. Trumza, borziloku dhe dafina kanë në përmbajtjen e tyre linalol, një element i cili ul hormonet e stresit në organizëm. Ndaj gjethet e dafinës të ndihmojnë edhe të qetësohesh edhe në momentet më stresuese, kur ankthi është më i lartë. Dafina kundër diabetit. Gjethet e dafinës kanë një lidhje direkte me rregullimin e nivelit të sheqerit në gjak. Konsumimi i rregullt i gjetheve ul rrezikun e sëmundjes së diabetit. Vaj ulliri me gjethe dafine, receta ideale për të trajtuar varicet dhe dhimbjet e kyçeve. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 60 gram gjethe dafin të njoma ose të thata, 500 ml vaj ulliri. Mundet t'i shtoni rozmarin edhe për aromë. Së pari coptojeni dhe shtypini gjethet e dafinës, hidheni ato në kavanos qelçi dhe më pas mbulojeni me vaj ulliri. Mbylleni kapakun fort dhe lëreni në një vend të errët dhe njëkohësisht të freskët për 14 ditë. Her pas here shkundeni kavanozët dhe lejojeni që përzierja të jetë e njëtrajtshme. Pas 2 javësh shkollojeni lëngun me një nap të pastër. Vajin shërues futeni në një shishe qelçi dhe mbajini në një vend të ftohtë dhe të errët. Vajin me dafin ju mundet që ta ngrohni në avull dhe më pas ta përdorni atë për të fërkuar kyçet dhe gjunjë që ju dhëmbin. Përveç kësaj, vajin shërues mund ta përdorni edhe për të trajtuar ulçërën limfatike, migrenën dhe infeksionet e veshit. Nëse keni dhimbje të forta koke, aplikojeni këtë përzierje në të 2 anët e kokës dhe dhimbja do të ikë brenda pak kohë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.